emision mundësohet nga ISP Broadcast. Kudo që na ndiqni të nderuar shikues, Kosova çeli ditën sot të parë të javës me lajmin se Kurti fitoi bindshëm këtë zgjedhje. Edhe mbrëm ishte gjithçka e ditur nga rezultati komunikuar përmes platformës online të KQZ-s, e cila funksionoi në mënyrë shumë të suksesshme, edhe me konferencën e parë që mbajti KQZ mbrëm duke komunikuar rezultatin preliminar të zgjedhjeve, u konfirmua kjo fitore, bindse e lëvizjes vetëvendosje, por e nisa kështu figurativisht duke thënë se Kosova çeli ditën sot me këtë lajm, Kurti fitoi dhe të tjerët pësuan debakël të thellë. Vijojmë analizën me mikun tim, analistin e njohur Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën edhe një herë. Krasirit, ta vazhdojmë aty ku Ta vazhdojmë, si më thënë, këtë situatë një ditë që konstaton një debakël që u çel këtë ditë e parë javës me një debakël të thellë, me konferencën që mbajti mbrëm zoti Lumir Abdigjiku, kreu i LDK-s, me një rezultat tepër dëshpërues për atë, si kundër edhe për zotin Bedri Hamza të Partisë Demokratike të Kosovës, i cili edhe sot mbajti një konferencë, po them, për herë të parë, duke e planuar humbje natyrisht, duke i uruar ai edhe Abdigjiku fitoren zotit Kurtit të lëvizjes vetëvendosje, por në dallim nga zoti Hamza, Abdigjiku mbrëm tha që do të aftoj kombendin e jashtëzakonshëm, aty do të komunikoj me strukturat, edhe vendimin për dorëheqjen e tij kur u pyet nga ana e gazetarëve. Zoti Hamza tha se PDK-ja ka ruajtur habitatin e vet votues dhe se është koha patjetër të reflektojnë ai dhe partia e tij në një proces, siç tha, që e pret PDK-n të zgjedhjeve të mbrëmshme. Se të lësoni gjithë këtë, nëse mund ta them, maraton, se ishte maraton politike nga shkutje këtej. Po, e parat, sipas gjitha gjasave, më nuk do të kemi një cikël të ri zgjedhor, nëse veç eventualisht do thotë mund ndodhe papritura që të mos gjejnë kompromis për temën e presidentit, sepse ne veç tash po futemi në këtë temë tepër të rëndësishme. Shkurti duhet na gjejë, do thotë, subjektet politike, po edhe neve si qytetarë të Kosovës, sepse përballemi me pasojat e mos veprimeve pa veprimeve të tyre, duhet i gjejë të gatshëm se a janë në gjendje të japin vendit një president të ri, apo edhe në këtë rast ta sprovojnë edhe një herë fatin e tyre politik në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Po tash topi në këtë rast është në dorën e opozitës se si do të cilë, dhe ai duhet i bëj kalkulimet e qarta taktike e strategjike, nga se zgjedhjet e djeshme dëshmuan një gjë, që narracioni i lëvizjes vetëvendosje i Albin Kurti, që opozita po e bllokon shtetin, po e marr pengat nga refuzimi për të bërë kompromise, për të bashkëpunuar me lëvizjen vetëvendosje, është rikthyer në bumerang subjekteve opozitare. Pra, në këtë drejtim ato mbase ose duhet ta mendojnë një strategji, një taktik tjetër për ta relativizuar këtë narracion, ose atëherë nuk kanë tjetër opsion po se të pajtohen për një kompromis politik, për një emër, gjë që kryeministri në detyrë Albin Kurti transmetoi disa mesazhe të vagulta, një herë do të flas me presidentin Osmani, por më pastaj edhe me subjektet e tjera politike për t'i dhënë vendit në krye të shtetit një president të ri. Kjo është, do thotë, ajo që do ta përcaktojë, do të kemi zgjedhje apo jo. Në anën tjetër, sa i përket reagimeve të subjekteve opozitare, ndërsa për mua është në sens logjik të thuhet se ishte një rezultat i papritur politik, do thotë, nga se shumë prej tyre ndëgjova që thanë po lëvizja vetëvendosje nuk ka qeverisur mirë dhe nuk është dashur të kemi këtë rezultat. Në politikë shpesh ndodh që nuk mjafton vetëm këtë qeverisja nëse nuk është dikush për ta rrëzuar pushtetin. Madje mund ndodh që edhe qeverisja të jetë mirë, por nëse opozita ja arrin që ta bindë opinionin që gjendja është fatale në shoqëri, që shoqëria po shkon në drejtim të gabuar, shoqëria atëherë mund të mobilizohet dhe të jap goditje edhe qeverisjes së mirë, duke i besuar këtij narracioni, gjë që siç pretendon vetë kjo opozitë, që gjendja ka qenë më mirë në kohën e qeverisjes së tyre, por që Albin Kurti ka arritur që me vokabularin e tij, me fjalorin e tij politik, me narracionin e tij ta krijojë një percepcion të përgjithshëm publik, një disponim të përgjithshëm publik që Kosova po shkon në drejtim të gabuar me
drejtimin e atyre subjekteve dhe t'i fitoj zgjedhje dhe gjë që po i fiton çdo cikël zgjedhor. Ndodhen shumë vende të tjera bashkërisht kur kemi analizuar edhe ato që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është që statistikat kanë dëshmuar një gjendje fatale ashtu siç e ka interpretuar presidenti Trump në qeverisjen e ish presidentit Biden, mirë po insistimi i presidentit Trump, narracioni i tij që Amerika është në rënje, Amerika është në drejtim të gabuar, përkundërse Amerika ka qenë shumë më e fortë se çdo herë tjetër në qeverisjen e Bidenit sa i përket ndikimit ekonomik global, mirë po qytetarët kanë vendosur mi besu këtij narracioni përkundër statistikave dhe fakteve. Kështu që ajo që opozita duhet fillimisht kritikën e parë t'ja bëj vetvetes para se të mirret me qeverisjen e Albin Kurtit. Natyrisht duhet mirret me të, por duhet t'ja vëj pse nuk arritën ta transmetojnë si duhet mesazhin të opinionit publik për këtë qeverisje televizjes vetëm. Pse qytetarët e Kosovës nuk i besuan opozitës në këtë drejtim, por vendosën të vazhdojnë me këtë qeverisjen e Albin Kurtit dhe për ta shmangë rotacionin politik në Kosovë. Kjo është pyetja kryesore me cilën ata duhet të ballafaqohen. Dhe këtu rritun disa herë kam insistuar që njëri prej gabimeve më të mëdha, besoj që e kanë bërë vetë subjektet opozitare, kanë qenë indiferente edhe ndaj hulumtimeve të opinionit publik që kanë konstatuar një paradoks shumë të madh. Nëse i shohim të gjitha ato hulumtime që janë bërë, që UNDP-ja i kryen në mënyrë të vazhdueshme me matjen e pulsit publik, nuk është që qytetarët e Kosovës janë të kënaqur me gjendjen ekonomike. Absolutisht, papunësinë, gjendjen ekonomike e kanë konsideruar njërin prej problemeve kryesore dhe hallin e tyre më të madh. Dhe në këtë drejtim, duket që opozita e ka lexuar këtë sinjal dhe ka insistuar vazhdimisht me gjuhë ekonomike teknokratike të flas në raport me pushtetin, mirë po në anën tjetër analiza duhet të lexohen të plota. Ato kanë konstatuar që po ashtu përkundër që gjendja është e pafavorshme ekonomisht, kanë besim shumë më të madh tek leadershipi aktual politik i shtetit. Në cilin arsye sipas jush? Arsye sepse opozita ka dështuar të ofrojë lider karizmatik. Mos harrojmë ne si shoqëri mos të madhe ende. As është i tillë Abdi Xhiku? Jo, Abdi Xhiku nuk ka mundur asnjëherë të dalë prej levozhkës së ministrit të financave ose çka transportit të Albin Kurti. Nuk ka mundur ta kaloj asnjëherë këtë peng politik. Po edhe zoti Hamza, i gjithë profili, i gjithë gjuha, ka pas gjuhë jo politike, s'ka pas gjuhë konfrontuese. Ndërkohë, nëse shohim lëvizjen vetëvendosje, kretë sfondin e saj, karrierën e saj politika, ajo është ndërtu mbi platformën e polarizimit dhe të antagonizmit politik. Dhe në fundit politika është antagonizëm. Është ballafaqim, është konfrontim. Prandaj është nonsens logjik për mua çështja që ka ndjekur opozita mbi dy pretendime kryesore. Këto kanë qenë dy pretendime të saj kryesore që ata duhet të reflektojnë dhe ta kuptojnë që çështja e tyre ka qenë gabim dhe e dëmshme edhe për demokracinë në Kosovë. Një, se shoqëria në Kosovë, qytetarët e Kosovës do të lodhen nga qeverisja e Albin Kurtit dhe mjafton ta vetëm të presin dhe pushteti do t'ju vijë si dhuratë në tavolinë. Kjo i kanë penguar reformat e brendshme politike, kanë shkuar me idenë që t'i ruajnë konjunkturat e tyre drejtuese, nga se në fund nuk ka çare pa u lodh qytetari i Kosovës me qeverisjen e Albin Kurtit dhe me automatizëm do të ndrojë lojalitet partijake politik nga lëvizja vetëvendosje në drejtim të tyre, kështu që të njëjtëve pa bërë asgjë politikisht t'u vijë pushteti në tavolinë. Kjo ka qenë iluzioni dhe shpresa e gabuar e tyre. Por edhe tjetra që telashet e lëvizjes vetëvendosje kryesisht të Albin Kurtit me bashkësinë ndërkombëtare mund të rikthehen në fitoret e tyre po ashtu diplomatike dhe me automatizëm. Për to se qytetarët e Kosovës do të bindën që kjo nuk është rruga e duhur për konsolidimin e shtetit të Kosovës dhe edhe në këtë drejtim do të nxiten për të ndruar anë politikisht. Platforma i zotit Hamza, i zotit Abdi Xhiku. Nuk është vetëm i zotit Hamza, ne po flasim për një periudhë 5 vjeçare. Tani, sepse në nënshkurt 2025 vetëvendosja pati një rënje ka solli 42.disa%. Dhe riktheu rezultatin kapital të madh të kësaj është thua një variabël e re. Rezultati i shkurtit ka qenë tjetër, ndërkohë rezultati i dhjetorit është edhe pasojë e shtimit të një variable të re politike e cila ka ndikuar në rezultatin e djeshëm. Tjetra që më pastaj kush është fajtori për blokadën institucionale nëntmujore, për paralizën institucionale nëntmujore në vend. Dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme të tashme u mbajtën në një droj gati kolektive se ç'po ndodh me shtetin. Se ç'po ndodh me shtetin,
pse na u imponuan këto zgjedhje? Makroekonomike. Dhe pse na u imponuan këto zgjedhje? Kjo është pyetja kryesore, do të pse ne qytetarët e Kosovës u detyruan të dalin me 28 dhjetor në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe ne kemi bashkëbiseduar, kanë qenë dy interpretime kryesore. Interpretimi i lëvizjes vendosje për shkak të subjekteve tjera parlamentare që në një lloj konspiracioni me listën serbe dëshirojnë ta mbajnë peng vullnetin e demokratik të qytetarëve të Kosovës dhe po ashtu i subjekteve opozitare që blokada është pasojë pa aftësisë për kompromis politik të lëvizjes vendosje. Ndërkohë qytetarët e Kosovës e pranuan më tepër narracionin e lëvizjes vendosje duke e ndëshkuar opozitën për blokadën politike që mbase edhe unë insistoj që përgjithësi kryesor ka qenë Albin Kurti. Ju mendoni që gjendja, jo vetëm jo, po e thonë shifrat nga matjet e sakta empirike që bojnë organizatat kredibile ndërkombëtare, UNDP-ja, edhe banka botërore mbi trendet e ndryshme zhvillimore ekonomike. Gjitha këto matje tregojnë që situata në terren flet për gjysmë pikëllimi, për një situatë mjaft kritike ka solli, por kjo situatë nuk u manifestu dhe në kutit e votimit. Nuk u manifestu. Dikun është problemi këtu. Tu duhet ta gjejnë, kjo është pyetja që ato duhet t'ia shtrojnë vetës, çka nuk ishin në gjendje ti ofronin qytetarëve të Kosovës që i ofroi lëvizja vendosje dhe Albin Kurti. Kjo është pyetja, ajo që këto kanë dështuar që ofrojnë qytetarëve të Kosovës, është veprimi politik. Unë nuk kam parë veprime politike, nuk kam parë aksione politike. Retorika përmbajtur me dje, me mbrëm, doli që duke i lejuar sa më shumë pushtet Albin Kurti, sepse do të vetë konsumohet është qasje e gabuar politike. Kjo do ta konsumoj opozitën, nuk do ta konsumoj Albin Kurti. Do ta shtroj rrugën edhe një fuqizimi më të madh të Albin Kurti. Dita e djeshme e verifikoi këtë njërin prej iluzioneve kryesore të lëvizjes dhe dy, shpresa e tyre e paqëndrueshme se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fitojnë zgjedhjet për opozitën. Ndërkohë, Albin Kurti i fitoi zgjedhjet me 28 dhjetor pas ndërprerjes së dialogu strategjik dhe rifillimit të tij me Serbinë. Ne duhet të themi pa ekuivoke këto gjëra. Pse i fitoi Albin Kurti këto zgjedhje? Pse nuk pat pesh as mosa sankcionuese as ndërprerja e dialogut strategjik? Sepse ai arriti ta bindë opinionin që këto ndëshkime ndërkombëtare që po i vinë Kosovës janë pasojë i insistimit të këtij për sovranizim të shtetit. Kjo është arsyeja kryesore që në këtë drejtim narracioni i tij u tregua më i suksesshëm, më mobilizues dhe më atraktiv. Qytetarëve të Kosovës ai ju ofroi ndjenjen e rifuqizimit shtetëror. A ndodh kjo në realitet? Po 250.000 qytetarë kanë braktisë Kosovën. Po të shkonte duke u rifuqizuar shteti i Kosovës, sa është deficiti drejtor. Gjendja në terren. Nuk është ekuivalente me vullnetin politik në kutit e votimit. Mirë, po Albin Kurti fitoi sepse nuk kishte narracion alternativ. Patëm vetëm një narracion. Narracionin e Albin Kurti dhe nuk patëm narracion tjetër alternativ. Kjo është arsyeja dhe do të fitoj e do të rifitoj për aq kohë sa kemi kësi formacione politike. Me kanë dëmtuar mirëfilli demokracisë. Tjetra, kryesore. LDK. Po, tjetra. Sepse edhe për AK-n kishte matje ndryshme se mund mos e kaloj pragun. Arriti këto vota që arriti. Tjetra, dhe ajo që është më kryesorja, nuk kanë ne këtu kemi bashkëbiseduar, dhe ajo që është më kryesorja, do thotë ka pasur shanca që nuk kanë qenë gjendje, subjektet opozitare nuk kanë qenë në gjendje ti përgjigji një pyetje tjetër, po ashtu të shtruar nga pushteti. Kam pasur një debat që ishte organizuar nga vetë zoti Konjuca, kishte shtruar mirë, thotë. Është drejta juve, thotë, mos bëni koalicion me lëvizjen vendosje. I keni pasur numrat, pse nuk i dhat vendit institucionit. Me këtë është sfiduar pretendimi i tyre që po ashtu këto janë të gatshme të ndërtojnë një alternativë të përbashkët në lëvizjes vendosje për ta zhbllokuar procesin politik në vend. Ajo siç e kam thënë disa herë, subjektet opozitore kanë dëshmuar që janë në gjendje ta mbajnë bllokuar Albin Kurtin, janë në gjendje kundër diçkaje, po jo për diçka. Në këtë drejtim, qytetarët e Kosovës kanë dashur ta tejkalojnë këtë cikël, do thotë të paaftësisë opozitare për të shndruar në alternativë ndaj pushtetit dhe t'i japin legjitimitet më të madh. Arsyeja tjetër edhe një vetëm për ta përmbyllur, dhe unë uroj që të mos bie prej keq interpretimeve që janë duke bërë në për studio tjera televizive, analistë ndryshëm mbase për arsye personale bëjnë këtë, duke tentuar që të krijojnë satisfaksion të opozita se nuk është që ka ndodhur ndonjë hata e madhe në këto zgjedhje për shkak, por kjo është rezultati i prezencës së madhe të diasporës. Më lejo, nuk i kemi dhënë ato se para se të vija i bona një krahasim me zgjedhjet e shkurtit, është totalisht e paqëndrueshme, nuk është që
opozita ka ndikuar në këtë, nuk është që diaspora ka ndikuar në këtë diferencë të madhe, ajo ka mundur të ndikojnë në rritjen e një apo dy deputeti për lëvizjen vendosje. Por nuk mund të nashkalohet fakti se mungojnë votat e shkurtit si për Partinë Demokratike të Kosovës, ashtu edhe për Lidhjen Demokratike që ka Aty tha Hamza i kemi Jo, votë. nuk është e vërtet. Ka rezultat. Ka 10.000 vota më pak. Ka 10.000 vota, ndërkohë LDK-ja ka edhe më shumë. Nëse diaspora LDK-ja patronin më të madh. drastike, nëse diaspora i ka ofruar përkraje, i ka ofruar një numër më të madh të votave Albin Kurti, diaspora nuk ka mundur të ndikojë në humbjen e votave për PDK-n dhe për LDK-n. Do të kanë humbur vota. Kështu që pse ta akuzohet diaspora në këtë drejtim? Do të mos krijojnë fajtor kujtëstar për ta justifikuar gjendjen e tyre. Hamza Sabdexhiku nuk e akuzuan diaspora. Dëgjoj, Rid, nuk e akuzuan, por të njëjtet zëra altroparlant që i kanë kriju iluzione opozitës se të dorëzohet Albin Kurti, që i kanë kriju iluzione opozitës, për arsye që ata i dinë, tash janë duke vazhduar duke mbrojt këtë pseudotezë. Do të duke i shpërfill totalisht të dhënat e KQZ-s dhe numrin e votave që i kanë marrë subjektet opozitare. Nëse diaspore, edhe nëse 100% ka votuar diaspora pro Albin Kurti, ta përfundoj. Zërave analitik në studio televizive ka kriju një gjysmë dehje, knatësie. I ka mbajt një iluzion subjektet opozitare se i ka mbajt një iluzion kështu mund të fitojë. se kështu mund të fitojë, se duke mos bërë asgjë partitë, jo gjithë, mirë me vesh, ka zëra që mos duhet i përmendi me emër që kanë qenë shumë kritik ndaj subjekteve opozitare për shkak të pasivizimit të tyre. Mirë po një mas të madh duke i mbajt një iluzion se betejën politike mund të afitojnë ata në studion televizive. Kjo nuk ka ndodhur kund në historitë njerëzimit që betejën politike ta fitojë dikush tjetër për ty. Beteja fitohet vetëm për veti. Do të në këtë drejtim, opozita ka psuar fiasko të plot, ajo që kam thënë djeu na sot është dashur të diskutojmë për konferencat për shtyp të liderëve të këtyre subjekteve politike që kanë dhënë dorëheqje dhe i kanë pranuar përgjegjësitë për mënyrën se si kanë menaxhuar procesin politik në partitë e tyre. Tashmë e thash dhe në fillim, platforma online e kumtimit të rezultateve të KQZ-s ishte në funksion të plot. Dje mbrëm mas mbylljes kutive të votimit dhe mirë që gjithë procesi përfundoi me transparencë të plotë. Dhe rezultati është ky deri tash. 49.3% vetëvendosje, 21%. PDK 13.57%, LDK 5.68%, AK Srpska ka 4.78%, Nisma Socialdemokrata 1.71%, nuk arrit të kaloj pragën. Në jargonin tonë popullor, është një fjalë shumë e vlefshme që e përdorin shpesh, për çdo që ka sukses ose jo sukses. Në natën e fundit të çdo feste para se të nisë, nuk mbahet çurani. Para se të vinim ne ndëgjuam bashkë. Nuk mbahet dhe kështu që periodikimi iluziv i çdo suksesi në ndikimin e zëra nga studiot televizive ose në pritet tjera u dëshmu me djenë kutit votime që është debakël i madh. Debakël i madh. Dhe ju keni thënë është dëm edhe për demokracinë. Është dëm për demokracinë. Sepse sa më e dopt është opozita, aq më e dopt është demokracia. Të duhet ta kemi qartë. Në gjykimin tuaj në gjithë këtë studio, vazhdimisht çdo ditë për sa kohë që i kemi këto qindra emisione, e ke theksuar një fakt të rëndësishëm që pasiviteti opozitar po jep shans narracionit të Albin Kurtit që ai t'i pin jashtë mbi rrëfimin e tij politik. Dhe kutit e votimit dëshmuan. Dëshmuan këtë. Një rrëfim politik ka dominuar në Kosovë, temat mëdha, apo temat mëdha. Ne kemi dëgjuar një rrëfim politik që sanksionet janë diçka që ja vlen ne ti përjetojmë, sepse ato janë një keqe e domosdoshme për ta fuqizuar shtetin, nga se na u kanë imponuar për shkak se ne po luftojmë krimin. Dhe ky ka qenë rrëfimi, nuk kemi parë rrëfim tjetër alternativ, do thotë. Po ashtu edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tensionet kanë lindur për shkak se kjo qeverisje nuk po lëshon pen në raport me Veriun, e të njëjtit dëshirojnë ta kënaqin Serbinë për ta larguar nga Rusia në dëm të Kosovës. Këto kanë qenë kryesisht rrëfimet dhe këto kanë pasur impakt temat e mëdha, pra po flasim, mos flasim tash për zhvillimet e fundshme, unë besoj që njëra prej arsyeve kryesore që është ky rezultat i pafavorshëm edhe për Partinë Demokratike të Kosovës, është edhe humbja e
kryetarit të saj në qytetin e Mitrovicës. Këto krijojnë dashëm apo s'dashëm në mënyrë domino vrehen këto Fryme, në procese shumë të afërta elektorale, sepse po të ishte një periudhë 2 vjeçare, 3 vjeçare ndërmjet tyre zgjedhjeve nacionale, mbase do të mund të rikuperohej, mirë po kryetari i subjektit politik të Partisë Demokratike ka hyrë nga njëra humbje, do thotë në humbjen tjetër siç u vërtetua. E që duhet si do duhet vepronte, që dje, që sot? Ndëgjoj, unë u pajtova me të për t'i hapur, për t'i shpallë zgjedhjet e brendshme. Uroj që këto zgjedhje të jenë demokratike, sepse fatkeqësisht njëra prej arsyeve pse ka rezultuar në këtë kolaps edhe të këtij subjekti politik është nga se ky subjekt politik ka dëshmuar frikë prej demokracisë kohën e fundit. Është arratis nga demokracia, ka operu me struktura të improvizuara mbi 6 vjet në kundërshtim me statutin e saj, por kryesisht mbi bazën konjunkturale. Dhe një subjekt politik kur vepron vetëm mbi bazë konjunkturale dhe jo mbi mobilizimin e brendshëm demokratik, nuk mund, është vështirë të shndrohet në alternativë demokratike ndaj dikujt tjetër. Dhe ndaj një oponenti. Kështu që rruga në cilën tash ka PDK-ja duhet ta rithemelojë vetveten në aspektin demokratik. Ta rithemelojë, kam thënë disa herë, po të çlirohet nga iluzionet e disa klaneve të caktuara këtu që kanë ndikim të madh, që unë kam quajtur figurativisht klani Bon Vivant e tjerë, sepse është dëshmuar që nuk fitohen zgjedhjet në këtë mënyrë me një farë lloj mendimi pozitiv të huazuar prej tezave të Daud Demakut që energjia pozitive që krijohet e këtu ne gjithë bashkë e tjera mund të ndikojmë ta produsim. E ka thënë edhe që për vite me radhë, për sa kohë që drejtuan PDK-n dhe ishin në opozitë, nuk e morën mundin të pluhrosin, të marrin pluhur në protestat e çfarëdllojshme për të protestuar kundër një qeverie e cila në rrëfimet e tyre ishte shumë e dëmshme, por që asnjë veprim nuk e morën. Ajo që kam insistuar dhe prapë insistoj, ajo që e ka karakterizuar Partinë Demokratike e Kosovës, më shumë ka ekzistuar një betejë e brendshme se si të luftohen ata që mirëfilli e luftojnë Albin Kurtin. E kam thënë edhe më herët në studio, dhe jo që të mobilizohen për ta luftuar, për ta kundërshtuar Albin Kurtin. Pra do të nga se të njëjtit në këtë mënyrë kanë shpresuar të ruajnë konjunkturën e tyre politike, duke u nisur nga ky supozimi i kaluar se qeverisja e dopte Albin Kurtit mund të rikthehet në dhuratë automatike politike. Mirë, po çka ka ndodhur? Ndëgjoj, veç ta përfundojmë se çka ka ndodhur? Dy gjëra kanë ndodhur. Dhe ata po të kishin ndërgjegje politike sot gjithë kryesia e PDK-s do duhet të jepte ndërgjegje. Çka ka ndodhur? Qytetarët e Kosovës e braktisin Kosovën përkundër vështirësive ekonomike në cilën ndodhen, e braktisin Kosovën, po ashtu janë gjendje ti durojnë edhe vështirësitë ekonomike në cilën ndodhen dhe mos ja japin shansën më kësaj opozite që ta drejtojë vendin. Dhe të njëjtit duhet të këndellën politikisht sa nuk është bën. 6 vite ka sonë, 5 vite. Qëndroi Kurti në pushtet. Nuk po them që këta nuk kanë komunikuar me platformat e rrjeteve sociale, konferenca sporadike për media, e fjalimet, ato që kanë qenë nëse në kuvend. Po e shikuam strukturalisht, po them, për mbajtjen e atyre fjalime, po i shikuam gjithë ata gjëra. Nxjerr përfundimin që Kurti sa më parë duhet largohet nga pushteti. Sa më parë, është jetike urgjente. Por që të njëjtit, nga PDK, nga LDK nuk e morën mundin asnjëherë ta moderojnë atë lloj shqetësimi duke ftuar dhe masën për kundërshtuar qeverisjen e tij. Nuk e morën mundin, po them, të pluhrosen nga ky ambient toksik kështu që është në edhe me ndotje kështu me radhë. Nuk morën mundin të heqin kostumet, të heqin kollarët dhe t'i shohin njerëz që vërtet qëndrimi i tyre është i saktë, është qëndrim që korespondon me hallat e njerëzve dhe të vendit. Dëgjoret, vish një shembull. U mjaftuan me komoditetin. Vish një shembull po e marr. Oda ekonomike e Kosovës dhe Mesadi dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë dërguar në Gjykatë Supreme një padi kundër ZRE-s për vendimin e saj të çuditshëm dhe arbitrar për shtrejtimin e rrymës dhe detyrimin e bizneseve të dalin në treg të hapur energjetik. Gjykata Supreme, kemi pasur rastin ta lexojmë vendimin, ka konstatuar që një vendim i tillë duhet të anulohet. Dhe ZRE-ja nuk e përfill këtë vendim të Gjykatës Supreme. Çka duhet bëjnë tash ata të cilët e kanë pasur bindjen që ky është vendimi i padrejtë,
gjykata poshtu, tash e kanë legitimitetin e gjykatës. E kanë dhe legitimitetin e gjykatës që zëreja nuk po e përfill dhe kemi parë të heshtur totalisht këtë opozitë. Në rrethana normale, si do të reagonte një parti politike kur para syve të saj shihet se si po cënohet dhe nuk po respektohet vendimi i gjykatave. Nuk mjafton vetëm fitoria juridike e një lande, nuk mjafton vetëm fitoria sepse ajo është çështje që e bën një ekspert. Fitoria politike kërkon më pastaj mobilizim tjetër. Ne totalisht e kemi pasur të heshtur. Çka ti tregohet? Nuk kanë marrë pjesë as në protestë. As në çka ti tregohet opinioni që vetëm Kurti nuk që zërreja s'po e zbaton, ato mund ta bëjë edhe nëpërmjet një shkrimi. Ti tregohet opinionit çka bën një parti politike për ta detyruar një institucion. Përse mjaftuan me komoditetin e të qenurit kryetar partie, Dëgjoj, qoftë Memdik Asniqi apo Abdi Xhiku apo gjithë struktura. Për shkak se këta njerëz nuk kanë zhvilluar asnjë betejë politike në jetën e tyre. Këta të gjitha i kanë dhuratë. Betejë fitoret e Partisë Demokratike të Kosovës i takoi një brezi tjetër politik. Dhe të njëjtit nuk e kanë fituar, domethënë asnjë betejë politike nuk e kanë fituar. Njëjtit domethënë e tëra që janë mësuar është se sikur pushteti ju vjen në mënyrë të gatshme, siç u ka ardhur kur ata e ka fituar Hashim Thaçi. Nuk kanë mundur të dalin nga ky iluzion. Kjo është arsyeja këta nuk e kanë ende sensin e aksionit politik, nuk e kanë ende sensin e mobilizimit politik. Dhe e kanë shfryzuar shansën për ndërtu konjunkturat e tyre ekonomike e financiare dhe në këtë mënyrë që akomodimi financiar është thu arsye, në pjesë tjera është arsye e madhe që këta nuk deshin të marrin pjesë në protesta, nuk deshin të organizojnë protesta, të plurosen, të dalin rrugëve. Po nuk dëshiroj ta përsëritin një koleg tjetër, po të njëjtit prej të Hanës deri të Premten janë këtu veç në të njëjtit prej të Hanës deri të Premten si orar punë konsiderojnë angazhimin politik. Premten zhvendosen në villat e tyre në Brezovica apo dikon tjetër. Çta po pret me zhvillu betejë kundër Albin Kurtit ata? Po na e dimë rrugtimin e Albin Kurtit deri ku ka ardhur në pushtet. A mundesh me paramendu ti një situatë kur gjykata supreme, kur zërreja nuk e zbaton vendimin e gjykatës supreme i cili është adresuar prej lëvizjes vendosje për ulje të rrymës dhe lëvizja vendosje të ishte aq komode pas kësaj situate, po ti çdo ditë aktivistët e saj kishin pas të zërreja. Po ish paralizu puna e zërrejës. Tregoma një aksion të tyre për me sensibilizu këtë opinion, çka po ndodh, që si po plaçkiten në kundërshtim me ligjet e Kosovës, po plaçkiten biznesin në Kosovë. E merituan thu këtë rezultat. Po, në red. Do thot, kjo është ballafaqimi politik. Do të veç kthe në anën tjetër, si do të reagonte një subjekt normal politik që e ka ndjenjen që kemi mekanizma që po veprojnë në kundërshtim me ligjin. Atëherë protesta bëhet legjitime, aksioni politik bëhet legjitim, ose përndryshe pajtohesh me hyrje në këtë cikël të abuzimit juridik për përfitime që unë nuk i di. Shikuan thuj vetëm interesat të tyre. Kjo është arsyeja pse jemi në këtë gjendje. Çfarë pret nga Kurti nesër kryeministër? Realisht ka solle. Dëgjoj, unë se Kurti hyrin këto zgjedhje pa platformë, pa program. Hyrin vetëm me rrëfimin e tij se të tjerët me penguan, me shantazhuan, i dhash kuptim pavarësisë me sovranitetin në veri e kështu me radhë. Dëgjoj, Redun do thotë nuk di tash se si do të sillet. Kurti ka marrë disa obligime në ndërkombëtare, mos flasim për zhvillimet e brendshme ekonomike, do i ka marrë disa obligime ndërkombëtare, ato i ka në tavolinë. Kurti ka dy rrugë, ose ta ndroj qasin e tij dhe ta filloj rrugën e koordinimit me partnerë ndërkombëtar për dalë prej kësaj bllokade, ose Kosova do thotë do të vazhdoj këtë cikël të izolimit e të rrethit vicioz. Nuk pres mrekulli, jo që nuk pres mrekulli, po nuk pres ndryshime. Edhe ky izolim nuk ka që pati ndikim në vota, përkundrazi, nuk është që pres ndryshime, përkundrazi pres kesh qeverisje, pres stagnim, pres mirë po, mjeresh dhe fatkeqësisht do thotë kjo qasje arriti që të jetë atraktive për qytetarët e Kosovës për një arsye të thjeshtë sepse opozita e refuzoi konfrontimin me Albin Kurtin. Konfrontimi nuk sjell rezultate brenda natës, mirëmi vesh. Konfrontimi as brenda një viti, mirë po konfrontimi e ballafaqimi do thotë e shtron rrugën për një periudhë afatgjate të minimit të pushtetit. Mos harro vetëm një fakt po ta përmendi. Ne kemi parë drama që ka ndodhur në KQZ. Me decertifikimin e listës serbe. Kjo opozitë
Unë prapë këmë o është dosh të votoj pro listës serbe. Qo lojën dhe në fund, duke abstenuar, as duke votu kundër, apo për, qëfar pa përfitime? Ndërkohë, lëvizja vetëvendosja, ajo e cila ishte koordinuar me listën serbe, befas dhe mbrenda natës e shndroi veten në përjetarën kryesor të mohimit të saj në jetën madje në konfrontim edhe me ambasadën amerikane edhe me tjera. Ndërkohë qasja e subjekteve të heshtura as duke mozuar të mos votojnë për as kundër, çfarë efekte elektorale prodhoi për to. Ne kemi parë KQZ-ja ka qenë teatri kryesor politik i lëvizjes vetëvendosje në këtë kohë. Dhe atë betejë kush e ka fituar? Atë betejë publike. Sami Kurteshje, Alban Krasniqi me Sami Kurteshje. Po ne nuk I njohim emrat e anëtarëve tjerë të partive politike në KQZ. Do të ishin në situatë as nuk guxonin të votonin për, as nuk guxonin të votonin. Prandaj thuaj që vetëvendosja me gjithë hallet socioekonomike të mëdha që kanë njerëz. Po cila këtë rezultat bëri betejë dhe I bini njerëz. Dy tema brerete kanë dominuar në këtë fazë diskutimin politik, decertifikimi I listës serbe edhe fajtori për blokadën institucionale në vend. Këto dy tema e kanë dominuar. Këto dy tema lëvizja vetëvendosje ka qenë shumë më agresive në raport me subjekte tjera politike. Lidhja demokratike e Kosovës, sepse ajo do të vërtetohesh në gjykatë kushtetuese. A u pajtu ta votojnë në Adrashiqin për nënkryetar dhe kundër votimit të listës serbe. Unë prapë mbroj pikpamin. Tash do ta shohim, unë mbroj vetëm pikpamin, mund të jem gabim. Po e presim mendimin juridik të gjykatës. Unë mbroj pikpamin që pozita e nënkryetarit I takon listës serbe. Dhe jam I bindur që në lidhjen demokratike të Kosovës ka zëra që e dinë të vërtetën se kujt I takon. Një pa e bëri kalkulim politik për të mos u satanizuar nga lëvizja vetëvendosje dhe cili ke bilanci I saj. Cili ke? Ju nënshtru narracionit të lëvizjes vetëvendosje në këtë tim. Votoj sipas dëshirave të lëvizjes vetëvendosje për në Adrashiqin. Cili ishte bilanci sot? Cila është gjendja sot? As një përfitim nuk e ka pasur. Ashtë një rrethona për figurativisht, po thon për kryengritje, për një ndryshim strukturor politik në këto dy parti të mëdha. Ashtë një realisht këtë terren premtues për këto dy subjekte. Unë uroj që zgjedhjet e dieshit lexohen drejt nga subjekte të tjera opozitore, kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe që të kuptojnë arsyet pse kanë rënë në këtë drejgje politike, po shprehemi pak më në mënyrë figurative dhe që nëse këto nuk e bëjnë këtë gjë, atëherë mbase mund ta shtrojnë terrenin që nesër të krijohet një opozitë tjetër. Ka të tillë që ishin brëm. Dëgjoni. Rreth oborrit, po them politik, nuk mund t'i quaj parti obortare. Këtu po them rreth oborrit politik të liderit të njërit apo tjetrit kishte zëra edhe deputet garues që po I bënin punën e lojalitetit liderit, kokën lartë, rrit mirë, rrit drejt, gjithçka. Ato ishin të mërshme ishin. Mos harroni, në vitin 2004 Lidhja Demokratike e Kosovës I ka fituar për herë të fundit zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Kur ishte presidenti Ndjer Rugova. Sot jemi në vitin 2025, po jemi në vitin 2026. Kanë kaluar mbi 20 vjet mo ky subjekt politik nuk ka arritur të fitojë zgjedhjet. Lëvizja vetëvendosje nuk ka qenë fare si formacion as parlamentare, as jo parlamentare, sepse në vitin 2005 për herë parë është me lukur është kalu nga kani në lëvizje politike jo institucionale parlamentare për të kundërshtuar në atë kohë procesin e negociateve. Prej 2005-s do të lëvizja vetëvendosje ka arritur të shndrohet në forcën dominuese politike në vend, ndërkohë Lidhja Demokratike vetëm duke u tkurrur. Nuk fitohen zgjedhjet me shpresën se njerëzit do të lodhen nga pushteti dhe me automatizëm do të na rikthehet lojaliteti partial. Ndërkohë me këtë sjellje, këto formacione politike, nëse vazhdojnë, janë duke shtruar rrugën e krijimit të një opozite të re politike kundër ka hapësirë to. Po ndëgjoj, absolutisht. E krijimit të një opozite të re politike kundër lëvizjes vetëvendosje, e cila mbas 2 dekadave do t'ja arrita mund këtë formacion politik. 2 dekada. Dhe këto do të mbas 2 dekadave nëse të njëjtat nuk marrin veprime imediate në këtë drejtim. 2 dekada në vetëvendosjen. Po, nëse të njëjtat nuk marrin veprime imediate në këtë drejtim, ta ndrojnë radikalisht çësjen e tyre dhe t'i kthehen një kursi tjetër anti-pushtetit, të njëjtat po e shtrojnë rrugën vetëm që pas 2 dekadave ndonjë opozitë tjetër e cila do të krijohet e që do të jetë shprehje e
paknasive të reja sociale dhe politike që krijohen në vend, që lëvizja vetëvendosje nuk është në gjendje më të ofrojë satisfaksion as moral, as narrativ, as asgjë, që ajo e njëjtën pastaj të shndrohet në alternativë ndaj këtij pushteti. Përndryshe, normal, fusha është e hapur në aspektin politik. Unë nuk e shoh të pamundur që të njëjtat nuk është të pamundur që të njëjtat ringritjen politikisht. Përkundrazi shanset i kanë struktura, kanë elektorat, kanë infrastrukturë të jashtëzakonshme, sidomos siç po dëshmohet edhe Partia Demokratike e Kosovës. E tëra që i duhet PDK-s është që ta ndrojë konjunkturën e saj drejtuese, sepse PDK-ja ka një elektorat të mrekullueshëm, por fatkeqësisht këtë kohë është qeverisur dhe drejtuar në mënyrë të gabuar. Prandaj duhet që të harmonizohen këto dy segmente. Kasoli, faleminderit për kohën. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.